Më 16 shkurt të vitit 1925, një numër gazetash europiane dhe amerikane publikuan një notë të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me anë të së cilës protestonte pranë qeverisë shqiptare kundër projektit të dhënies së monopolit të një koncesioni nafte qeverisë britanike. Në notën e saj, qeveria amerikane argumentonte se kur Shtetet e Bashkuara e njohën zyrtarisht Shqipërinë, ata këmbgulën mbi parimin e konkurrencës së barabartë, një parim që u siguron kompanive amerikane të drejta të barabarta me ato britanike. Pas amerikanëve, në të njëjtën kohë, pranë qeverisë shqiptare protestoi edhe qeveria italiane, duke kërkuar të drejta prioritare në të njëjtën fushë. Pikërisht këto nota proteste, publikuar në mediat e kohës, do të vërtetonin jo vetëm nisjen e një betejë influence për zotrimin e naftës shqiptare, por edhe futjen e vendit të vogël ballkanik në listën e vendeve nën toka e të cilëve përmbante Artë të Zi. Në fakt, pas konfirmimit të burimeve naftmbajtëse të Shqipërisë, qeveritë dhe kompanitë më të njohura botërore të naftës nga Anglia, Franca, Shtetet e Bashkuara dhe Italia, të gjitha bashk u përfshin në një betejë të gjatë diplomatike për koncesionet shqiptare të naftës. Sherri për naftën shqiptare u mbyll më 1930. Fituese doli Italia e Benito Mussolinit, që ndërkohë kishte futur në derën e borxheve mbretin Zog. Nafta në Shqipëri ishte zbuluar krejt rastësisht po nga ushtarakët italian gjatë viteve të luftës së parë botërore. Në këtë periudhë, ushtarët italian që patrullonin përtej Karaburunit pan disa njolla jo të zakonshme të sipërfaqes së detit dhe njoftuan shërbimin gjeologjik italian. Gjeologët italian zbuluan se gjurma e naftës vinte nga prrejnjtë e Vlorës. Çpimi i pusit të parë nisi në Drashovic, ndërsa eshtra e naftës u kontaktua në thellësinë 101 metër. Kapaciteti i këtij pusi të parë ishte 3500 litra naftë bruto në ditë. Në vitin 1930, italianët zbulojnë edhe fushën naftmbajtëse të Kuçovës, duke bërë realitet shfrytëzimin e këtyre burimeve në vitin 1934 me anë të shoqërisë AIPA. Sipas statistikave, pika më e lartë e shfrytëzimit u arrit në vitin 1941, kur italianët nxorën nga nëntoka shqiptare 148.000 ton naftë bruto. Një pjesë e kësaj nafte dërgoi me cisterna në Itali, ndërsa një pjesë nisi të përpunojë në Kuçovë me anën e një impjanti të thjeshtë që u montua në vitin 1934 dhe që prodhonte benzinë, vajgur për ndriçim dhe gaz natyror. Ndërsa distileria e Mirfield u montua dhe nisi funksioni në vitin 1940 pas pushtimit italian të Shqipërisë. Në vitin 1943, pushtuesit gjerman nisën t'i kushtonin vëmendje naftës shqiptare. Në vitin 1944, po në Kuçovë, ata instaluan edhe një distilleri të dytë me kapacitet përpunues deri në 20 tonë në ditë. Por fati i saj që jetë shkurtër, pasi pak kohë pas vënies në punë, u shkatrua nga bombardimet e aviacionit anglez. Në vitin 1945, me njëherë pas ardhjes në pushtet, komunistët shqiptarë në kuadër të politikave me pasuritë e kompanive të huaja konfiskuan të gjitha asetet në terren të shoqërive italiane të naftës. Fillimisht edhe komunistët u përqendruan te nafta e Kuçovës, ku me ndihmën e italianëve të mbetur në Shqipëri, në janar 1945 ngritën një distilleri të dytë me kapacitet 40 tonë në ditë dhe një vit më pas në dhjetor 1946 një të tretë me kapacitet 180 tonë në ditë. Gjithsesi, komunistët e kuptuan leverdinë e naftës duke shkuar shpejt te parulla, nafta çan bllokadën. Njëkohësisht ata kuptuan se nuk duhet të mbështeteshin te puset italiane dhe se duhet të investoheshin në zbulimin e vendburimeve të reja të naftës. Kështu, me kalimin e viteve, fal edhe ndihmës së gjeologëve sovjetike kines, fusha të bollshme naftmbajtëse u zbuluan në Fier, Ballsh, Vlorë e zona të tjera. Rekordi i nxjerrjes së naftës nga nëntoka shqiptare u arrit në vitin 1974 me 2.2 milion ton naftë bruto në vit. Distileria më e madhe e naftës u ndërtua në Ballsh mes viteve 1970-1978 në një sipërfaqe prej 90 hektarësh. Pajisjet u sollën të gjitha nga Kina, ndërkohë që kapaciteti përpunues i projektuar ishte 1 milion ton naftë bruto. Industria e naftës në Shqipëri degradoi me ndryshimin e sistemit politik. Rënimi dhe vjedhjet ishin dhe janë aq kolosale, saqë aktualisht Shqipëria, nga një vend eksportues nafte, është kthyer në një vend pothuaj totalisht importues.